Mirëmëngjes Shqipëri. Ku jemi këtu me përshkrimin e ditës së sotme, një ditë e martë, data 10 mars. Ora shënon 7:30 minuta. Kemi një kënd shumë të rëndësishëm për ditën e sotme, një kënd që do të thotë një gjashtkëndësh i afër ditës në dash me Plutonin në ujor. Ka një ndikim shumë të mirë sepse lidhet shumë me negociata financiare dhe çështjet që kanë bëjnë me punën dhe karrierën. Gjithashtu ndikimi më i madh për ata që nuk kanë një njohje, për këtë lidhje serioze dhe mundësi të tjera që do të kenë, është një ditë me rëndësi të veçantë në këto fusha sepse lidhet shumë edhe me udhëtimet. Por cilat shenja vallë kanë një shans më tepër në këtë drejtim? Kemi të shenjës zjarrit, por kemi edhe shenjës ajrit. Shenjat e zjarrit që është dashi, luani dhe shigjetarët. Shenjat e ajrit që janë binjakët, peshorja, ujori, që kanë ndikime shumë të mira në fushën e udhëtimeve dhe të bisedimeve të rëndësishme. Meqense harta astrologjike na mëson shumë gjëra në lidhje me çështjet, në lidhje me ndikimet që kanë bërë. Por vallë si dhe çfarë ndikohet në këtë aspekt? Është mundësia dhe momenti me qenë se kemi të bëjmë, gjithashtu dhe me ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me anën dhe pozicionimin e planeteve në fushën e karrierës, por duke pasur parasysh një nga këndet më të mira që është Afrodita me Plutonin, por edhe njëkohësisht me ndryshimet të tjera që do të rrisin gradualisht mënyrën dhe mundësinë e punës dhe të karrierës. Duke pasur parasysh hëna që rrugtimin e saj në shenjën e shigjetarit, duket se shigjetarët nga njëra anë kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e karrierës dhe të ekonomisë, por në anën tjetër është dhe në pozicionin më të mirë të mundshëm që ka të bëjnë, sepse hëna në sheh zjarri kuptohet që është dhe me ndryshime të mëdha lidhe me vendime të rëndësishme që kanë të bëjnë tani e tutje. Megjithatë, është një periudhë shumë e mirë, tepër pozitive dhe rëndësi e veçantë i jepet ekonomisë, i jepet stabilizimit në kohën e duhur. Megjithatë, e përgjithshme për ditën e sotme për ata që kanë një njohje, më ta këtë lidhje serioze. Por a është ditë e mirë për shkëmbim unazash ose një njohje që të zgjerojë rrethin shoqëror nga të dyja palët, e dashur apo të dashurit? Po është dhe ndikimi më i mirë që ndodh në fakt në astrologji, kemi disa kënde që janë të veçantë dhe të vetmit në fushën e astrologjisë dhe në kohën e duhur. Se jo gjithmonë vërtet hëna bën 2 ditë me 2 ditë e gjysmë që bën lëvizjen e saj në shenja të ndryshme, çdo shenjë pothuajse, por meqense është tani në shigjetar, është një kohë shumë e përshtatshme ku me ndikimin dhe pëlqimin e ndryshimeve që kanë të bëjnë, sepse i pëlqen hënës për shembull në shigjetar, në shenja zjarri është perfekte. Në shenja uji nis një rrugtim ose bën diçka të re, lidhje me konsultime, lidhje me shëndetin gjithashtu. Ka gjithçka pra që lidhet me fushën astrologjike dhe të gjërave që ndikojnë tani e tutje. Por orët më të mira, për sa përket ditës së sotme, duket se ka të bëjnë tani në mëngjes nga ora 9 deri në orën 12:05, kur është një harkë kohor mjaft i fuqishëm për sa i përket gjashtkëndshit pra edhe mundësive që bën Afrodita. Afrodita është paraja, Afrodita është dashuria. Të palidhur ose kanë pasur probleme për juve të kësaj shenje, siç është shenjës së tokës, sepse Afrodita nuk diskutohet që është governatori i shenjës së demit, por gjithashtu dhe ndikimi të peshores dhe mundësi të arta pastaj të shenjës së virgjesës, ku është shenjë toke, dhe mundësi të arta tek bricjapët. Të gjitha këto që unë ju them, keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që nuk i keni zgjidhur akoma, është momenti juaj për të parë se çfarë do të bëni për zgjidhur çështjet problematike në këtë aspekt. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 12 shenjat zodiakale dhe e fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për ju të kësaj shenje duket se vërtet është koha, momenti, periudha ku do të ndikojnë, sepse Afrodita, planeti i dashurisë, planeti i ndryshimit të madh ekonomik, është në shenjën tuaj. Duke shfrytzuar për të mirën tuaj, duke pasur parasysh se edhe Plutoni nga ujori, ju jep një mundësi për sa i përket punës aktuale, për sa i përket disa ndryshimeve që do bëni në fushën e karrierës. Gjithmonë ndryshimet nuk janë për të mirë nga ndonjëherë për disa, sepse janë mësuar me rutinën e përditshme dhe nuk do të donin të bënin ndryshimet të tjera. Megjithatë, koha është për ndryshime dhe bini pas, sepse ky harë kohor ne kemi thënë dhe themi me të madhe, jemi në muajin mars dhe muaji mars na dikton shumë gjëra, por ne jemi gati të përgjigjemi me kërkesave, të përgjigjemi
çështjeve që kanë bëjnë në vazhdimsi. Unë do të thosha po, është mundësia për të gjithë ata që e kërkojnë ndryshimin e tillë mund të rregullojnë, stabilizojnë, të keni diçka plus. Nuk i diet, është koha mjaft e mirë, na jep mundësinë, vullnetin për të bërë gjëra që intereson vetes suaj, intereson njerëzit që kemi pranë për të ndihmuar në shumë drejtime. Ndikimet dhe ndryshimet që kanë të bëjnë pikërisht për juve të shenjës së dashit është një mundësi të 10 të dytë, ku keni kohën tuaj, keni momentin tuaj më të mirë të mundshëm për sa përket zgjidhjes së problemeve apo disa konflikte që keni pasur në pasuritë paluajtshme. Është momenti tani. Në lidhje me çështjet e punës suaj ose një rritje në detyrë ose një rritje rroge, do ta thosha këtë, është e mundur të ndodhi dhe momentet janë fantastike. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë parë, me shigjetar të 10 ditë tretë që është perfektja, duke pasur parasysh që një ndarje keni pasur ose një problem keni pasur me këto dy shenja, por duke se e rregulloni tani e tutje. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e demit. Një shenjë toke, një shenjë që zbulon shumë sekrete në çështjet e punës, në lidhje me karrierën e tyre, sepse në vendin ku do të shkojnë, të ndryshimi që do bëhet, edhe pse ka të bëjnë një përshkrim i gjërave që kanë bëjnë në punën e tyre, din shumë mirë çfarë do të bëjnë dhe ku do të shkojnë. Mundësitë dhe rëndësitë të veçanta që juve keni në fushën e karrierës suaj, është një nga momentet më ideale dhe më perfekte të qenë ndonjëherë, sepse mundësitë janë mjaft pozitive dhe koha tregon që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe keni gjërat shumë pozitive në ndryshime, në vendime, në anën ekonomike financiare, me financa sidomos, as nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim. Për 1000 arsye në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me atë çka juve prisni dhe kërkoni për ta realizuar, dhe është dhe momenti tani. Duke pasur parasysh edhe ndryshimet që do të keni, ndryshime në fushën e punës. 10 ditë që i tretë ka shumë ndryshime, kur nuk i referohem 10 ditë që parë ose 10 ditë që dytë, se më shkruani që Jorgo nuk thua për 10 ditë që e parë, nuk thua për 10 ditë që e dytë, po vetëm për një 10 ditë. Nuk i referohem për arsye sepse 10 ditë që parë për shembull i shenjës së demit me 10 ditë që e dytë kanë ndikime pozitive dhe janë në rrugtimin e tyre. Problematika që ndodh është 10 ditë që i tretë. Prandaj e theksoj, kur e vë theksin tek një 10 ditë apo një tjetër, mos kuptoni ose mos e keq kuptoni gjërat që kjo nuk është mirë, se duhet prandaj nuk e përmend Jorgo sepse diçka ka. Është mirë, kur nuk e përmend është mirë, kur e përmend duhet pasur kujdes. Pra, në rastin konkret kemi 10 ditën e tretë të shenjës së demit, duhet pasur pak vëmendje në fushën e punës së tyre që të kuptojnë se çfarë dëshirojnë të bëjnë. Mirë është në disa negociata që keni sot, është mirë që të realizoni ose të bëni takime, mirë do ishte mbas orës 2, sepse është koha më e mirë e mundshme për ju, sepse afër dita nga shenja e dashit e ka një mundësi të tillë për t'ju ndihmuar në këtë drejtim. Lidhjet afatgjat që kanë bëjnë për juve të kësaj shenje, duket se me ujor të 10 ditët parë, virgjëresht edhe 10 ditët të tretë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese tek juve, sepse prisni shumë gjëra për të realizuar në mënyrën e punës, të karrierës, se si juve i ndryshoni gjërat në anën tuaj. Është një moment mjaft i mirë dhe surprizues, nëse do ta flasim kështu, është një kohë shumë e mirë dhe tepër e artë për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe marrje vendime të rëndësishme. Marrje vendime të rëndësishme ka të bëjë shumë me anën ekonomike financiare, ka të bëjë shumë me disa vendime që do të merren, vendime shumë të rëndësishme në kohën tuaj, sepse duke pasur parasysh binjakët, ditën e sotme është një ditë shumë e mirë në lidhje me takime, bisedime, telefonata që mund të bëjnë. Edhe pse po përgatiten për një udhëtim jashtë vendit, kjo do të thotë diçka shumë e madhe për juve sepse lidhet me ekonominë, lidhet me punën, lidhet edhe me standardet larta xhanëm, sepse duke pasur parasysh edhe një punë të dytë që është e mundur të ndodhi tani e tutje, e keni kohën dhe momentin e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike financiare dhe në disa ndryshime të tjera që do të keni tani e tutje. Momenti dhe koha është për juve dhe funksionon jashtëmase për sa përket ndryshimeve dhe vendimeve. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të 10 ditë të parë, me akrep të 10 ditë të tretë është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e gafores. Por juve të shenjës të gaforeve, më e se gaforet kanë shumë gjëra të lëna pezull para 3 muajve. Po vjen një moment tani që duhen të zgjidhin problemin e tyre dhe mundohen shumë për të shikuar se çfarë do të bëjnë. Por një nga periudhat më të mira, periudhat më afatgjat për sa përket ekonomisë, punës, ndryshimit dhe vendimit,
Marrja e vendimeve të rëndësishme tani e tutje është koha ku ndikimet janë shumë të mëdha. Favorizimet, gjithashtu, është pikërisht kjo periudhë, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër solide për sa i përket anës biznesit. Ju e keni mundësinë e biznesit për të rregulluar, stabilizuar. Keni mundësinë e artë në lidhje me takimet e punës suaj. Një nga momentet më të mira, më pozitivet, keni shumë ndryshime. Këto janë ndryshime që lidhen me ekonominë, lidhen me fatin tuaj, sepse në përgjithësi i keni gjërat mjaft të mbara dhe nuk ka vend për të shqetësuar, për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës. Keni lindur, jeni dhe mbeteni në fushën e karrierës, sepse është një nga momentet dhe mundësit më të arta që juve do të keni në anën tuaj, do të keni në fushën e biznesit tuaj, dhe një nga mundësit janë më të mira tani. Duke pasur parasysh edhe ndryshimin e madh që vjen drejt jush, sepse një ofertë që vjen nga ora 15:20, ka një harë kohor, për ju që keni në bizneset të rëndësishme, për ju që keni të bëni me takime, role drejtuese, është momenti dhe koha pikërisht tani. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse koha tregon që ju jeni me shumë fat në këtë drejtim. Të traditishët e kanë një mundësi të tillë, por ajo që do të shikoni në rasti konkret, duket se për ju që jeni në diasporë, jeni në pritje për të statë dokumenta, do përshpejtohet. Ka një mijë arsye për këtë, do flasim në një moment tjetër arsyen pse ndodhin këto. Por ajo që jeni të sigurt, të qartë, jeni në rrugën e duhur për të marrë vendime të rëndësishme për jetën tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashët e diçit parë, akrept e diçit të tretë që është perfektja, por meqense se është një ndikim mjaft i mirë dhe keni pasur probleme ose debate ka qenë me gafore të dhjediçit të dytë. Prandaj bini pas, rregullojeni, sepse do ta kërkoni me qiri dhe zota gjeni. Prandaj ju them, ju bëni si doje barzëmës tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e luanëve. Për luanët duket se po bëjnë gati një javë, janë në rrugtimin më të mirë të qenë ndonjëherë. Edhe pse mërziten për shembull që duan të bëjnë diçka që s'pe bëjnë dot. Disa thashëtheme dëgjojnë lart e poshtë dhe mërziten. Dhe unë ju them, sepse luanët vërtet kanë forcën e mendjes, kanë ndryshimin dhe ndikimin më të mirë të mundshëm të qenë ndonjëherë në fushat të ndryshme të tyre, por vjen një moment që juve jeni mjaft të ndikuar, sepse është ajo marrja e informacionit direkt. Dhe juve ndesa të përpunoni, ta shikoni nga vjen, mërziteni. Unë ju them, këtej ju futet, këtej ju dalit. Jeni më të mirë dhe shumë herë më pozitiv në ato që juve do të keni. Sa më shumë të merrini me thashathemet ose ata që flasin pas krave, dhe aq më shumë negativitet juve thithni ose përthini rreth e qark ku jeni. Prandaj mos u merrni me gjëra të tilla, sepse koha ka treguar që në fund jeni ju fitimtarët dhe jeni juve ata që ndihmoni dhe arrini në finish. Prandaj kjo është një ndikim shumë i mirë, sepse do duket ditën e sotme, sepse Plutoni me njëra anë jep mundësinë dhe kohën, afërtitat jep kohën e duhur, sepse thotë që në ekonomi bëj kujdes mos u nxito në marrje vendimesh të rëndësishme, kurse gjërat e tjera janë mjaft pozitive dhe tepër interesante për sa përket kohës të karrierës, për sa përket rëndësisë edhe çështjeve të tjera që do të keni tani e tutje. Në çështjet e një pasuri të paluajtshme, ju vetë shenjë se luanit, edhe pse do të keni disa bisedime tani e tutje i keni në dorë dhe shikojeni dhe di që i dytë ka këtë, është e mirë që nga ora 10 deri në orën 1 është një orë shumë e rëndësishme kjo, që të bisedoni me persona të ligjit. Në çështjet e dashurisë, duket se me ujorët e diçit parë, me dëmt e diçit tetë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë Virgjëresha. Virgjëresha një shenjë toke, një shenjë që rrezaton, konkretizon, vazhdon dhe vepron. Mendoj logjikoj, thot Virgjëresha ditën e sotme. Po, mendon sepse do të bëj diçka, logjika të çon që është e realizueshme, e atëherë keni në dorë. Disa takime që do të bëni sot në mëngjes juve, paraditja është shumë e rëndësishme për juve, sepse duke pasur parasysh ndikimi i Mërkurit me Saturnin, që është në një kënd shumë të rëndësishëm, duke pasur parasysh edhe marrjen e vendimit të rëndësishëm në kohën e duhur, sepse gjithmonë juve vërtet ndikoheni dhe keni dhe disa mundësi të arta në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme, sidomos është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Por duke pasur parasysh në lidhje me çështjet favorizime që keni,
në anën tuaj se ka të bëjnë shumë çështje të rëndësishme financiare dhe kjo do të thotë që është mundësia, është koha, është vendimet që do të merrni tani tutje ku keni dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë, do të rrezatoni në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, duket se me Dem të 10 parë, Akrep të 10 të tretë, është një periudhë shumë e mirë, edhe pse keni pasur debate, edhe pse keni pasur probleme, duket se i zgjidhni, është koha juaj, është momenti juaj, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshoreve, meqenëse se peshorja ka dy gjëra kryesore. Ndikimi më i madh që është në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë me ndryshime të mëdha dhe në ndjenjat që juve keni. Ajo që perceptoni dhe doni të dini në vazhdimsi, për shembull se si mund të shkojnë gjërat, keni një kohë të artë ditën e sotme, po ja po të shikoni se sa nga dashi drejt tani te peshorja që dita e martë që thuret në për vende të ndryshme që nuk është mirë, por nuk është kjo, nuk është ajo. As lidhje nuk ka. Prandaj ju them edhe bini pas gjërave që keni, mund t'i rregulloni sot, se është dita më e rëndësishme në aktin në ndikimin planetar, se u jep mundësi kohë. Dhe çështjet e tjera lini pas dore se nuk ka nevojë për të dëgjuar ose për të folur gjëra që nuk janë të qarta, të sakta në atë çka ndodh. Por aktivitetet planetare i shikoni dhe vetë e keni kuptuar tani se çdo të thot astrologji. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën tuaj, juve përfitoni, jeni përfitues në klubin e përfitimeve të mëdha që do të ndikojnë shumë në fushën e punës suaj, në fushën e ndikimeve, sepse favorizohen marrëveshje të rëndësishme financiare dhe këtu juve përfitoni, sepse shenjat e ajrit përfitojnë jashtë sot në lidhje me çështje të tilla. Dhe kjo do të thotë që kanë të bëjnë në mjaft, sidomos ata që kanë lindur në dhjetin e parë ose në ditët e para të shenjës së tyre, se do të thotë 25, 26, 27, kjo është që firon në dhjetin e parë, ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendimet që do të marrin, por ka një ndikim shumë të mirë tani të shenjës së peshorës, edhe pse një çështje ligjore problematike, që ata që kanë lindur në datat 27, 28, 29, mundohuni që të jeni më korrekt, sepse sot është një ditë shumë e mirë për të biseduar nga ora 12 deri në orën 14:10. Është një orë mjaft e rëndësishme ku deri dje mund të ketë qenë shumë e vështirë për të arritur qëllimin, por vjen momenti i gëzimit dhe i gjërave të tjera, sepse është momenti juaj, sepse është koha për të rregulluar dhe reduktuar gjërat e problematike ose çështje që merrni informacione të gabuara. Është koha më e mirë e mundshme sot për të parë drejt, pastër dhe të dini shtigjet ku do të kaloni, jetë jeni të sigurt për atë çka do të dëshironi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e 10 parë, me bricapët e 10 tretë që është perfektja, por me dash pse jo? Me dash që ka ndikim shumë të madh në po ta vini re, tani tutje është momenti më i mirë i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e akrepëve. Për akrepët, në fakt, akrepët si shenjë uji që janë mjaft të ndikuar në lidhje me takime pune, në lidhje me disa vendime të rëndësishme që mund të marrin. Vendime çfarë? Në fushën e karrierës së tyre. Do kenë ndryshime drastike në fushën e punës. Për juve që jeni në vende kyçe, shikojni se para se të lëvizni nga i vend pune, hidhni një sy dokumentacioneve, ku keni firmosur, çfarë keni bërë, sepse nga tani fillon rrugtimi i ndryshimeve të mëdha që vinë drejt jush. Dhe nëse do më thoshe për këtë muaj kush do ishte ndikimi ose më i madhi që ka të bëjnë janë akrepët, po, janë akrepët në lëvizjet e tyre, e presin diçka të tillë. Disa padrejtësi që janë bërë para 4-5 muajve, sidomos në vitin e kaluar, në tetor, nëntor, që kanë pasur shumë probleme pas përpaluajtshme. Vjen një moment tani dhe tani do të shikohet fije flokut në dritë hanës. Dhe kjo do të thotë që duhet kujdes dhe vëmendje, që juve të dilni të fituar sepse e drejta triumfon, sepse drejtësia nuk ka lumaj që ka, juve e keni. Por nëse nuk i vini veshin, nëse juve e leni pas dore, i thoni një fjalë pastaj i jep Zoti bereqet edhe me drejthesin. Kështu që kjo ngelet pastaj në fund, edhe po sikur nëse mbase pastaj. Këto janë të fshira dhe nuk i kot merresh pastaj me gjëra që të verifikoni ose të ndryshoni gjëra. Tani që keni në dorë, sepse është plot një javë që juve do të shikoni nga sot deri në javën që vjen, të rregulloni gjërat, të stabilizoni dhe të përcaktoni të ardhmen në anën tuaj për ato që keni kërkuar para disa kohëve dhe kjo realizohet pikërisht tani. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e 10 parë, me peshkët e 10 tretë që është perfektja, por pak vëmendje me Dem të 10 dytë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e shigjetarëve.
Shqiptarët të dashur, duket se dita e sotme është një ditë mjaft e rëndësishme, është një ditë që ka kuptimin e vet mes gjërave që bëhen, mes gjërave që ndodhin në fushën e karrierës, mes gjërave që juve keni dhe është mundësia më e mirë e mundshme në anën tuaj, sepse pozicioni planetar, momenti dhe mundësia që janë gjëra shumë të rëndësishme, tepër ideale në zhvillime dhe ndryshime të mëdha. Në çështje që kanë të bëjnë me anën e punës dhe të karrierës, sepse disa çështje ekonomike financiare është momenti më i mirë i mundshëm, tani e tutje ku do të shikoni gjërat të ndodhin dhe është më favorizuesja dhe më perfektja. Por, gjithashtu në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e dhjetëdijit parë, me peshkët e dhjetëdijit të tretë, me peshoret e dhjetëdijit parë, është perfektja edhe pse me disa problematika të vogla që keni pasur, është momenti që juve t'i zgjidhni gjërat ashtu siç dëshironi, edhe pse me vështirësi, por ja keni dalë. Një udhëtim që mund të keni juve të kësaj shenje, duket se shqiptarët kanë qenë dhe janë dhe mbetet shenja më me ndikim në hartën astrologjike dhe përsa përket çështjeve që ata kanë, një burimtar është e dyta e kanë mundësinë, një rrugtim mjaft i rëndësishëm që do të bëjmë, po do bisedojnë sot, dokumentacionet që janë këto gjëra të kësaj natyre, një problem ligjor që kanë pasur ju që jeni në diaspor, fitoni të drejtën tuaj dhe kjo është një gëzim shumë i madh që vjen në familjet tuaja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britsjapëve. Britsjapët e dashur, duket se rrugtimi juaj ka filluar javën e kaluar, ditën e mërkurë. Dhe sot si ditë e martë, e ndikimit të datës 10, që do keni një ndikim deri më datën 23 me 24, ku ndryshimi, vendimi, mundësia, periudha që ndodhin fenomenet, është një moment mjaft i mirë, surprizues, sepse ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë dhe me një takim ose një blerje që do një të bëni juve. Blerjet në zakonisht, apo çështjet e kreditimit nuk i kam fort qef, marrjen e një kredie apo diçka, për një mijë arsye, por jo se a thot Jorgo dhe ju bëni si do e barazëmës tuaj që, do thonë ju po ndikohemi, sepse thua një anë që nuk është mirë ku diun. Po mirë, e tha disera se unë e thash dhe ju bëni si do një, nuk kam drejt ju them që për këtë gjëra, por po shikoni në janar, ose në 10 orën që lam pas, pra shikimin 10 orë, në televizion shqiptar, po, e keni atje videon, shikojnë, hidhni një sy, çfarë është thënë atëherë, e çfarë jemi sot në muajin mars. Po gjithët këte, keni disa fraza atje që unë them, dhe shikoni dhe pastaj prandaj dhe unë ju a them këte. Nuk dua që t'ju mërzis ose të them që po tani nuk merr një kredi. Po, e kredi që juve keni mundësi në shkryerje, keni mundësi, keni asete që të rregulloni nëse ndodh një vështirësi, mund ta rregulloni. Prandaj unë e them. Ju bëni si do e barazëmës tuaj. Sepse është një periudhë tani, një thik me dy presa. Është e mundur të merrni kreditime, është e mundur të bëni ndryshime, është e mundur të realizoni gjërat e juaja. Por do të shikoni të ardhmen, nesër, jo sot për sot. Merë sot, vazhdo sot, nesër 0. Atëre jemi gjikundi. As gjikundi si jemi. Pra ne duhet pasur kujdes, duhet të përgatitesh dhe për të nesërmen, se të sotshmen e jeton. Të nesërmen është surpriza. Edhe pas nesër e tutje, pastaj është koha që kriju se jep letër me vlerë për të jetuar. Në çështjet e tjera që kanë bëjnë me dashurinë, duket se lidhje që kanë bëjnë me gaforet edhe diçit parë, me ujorë të dhjetëdijit të tretë njerë, që është aja dhe zhëja, por gjithashtu me akrep, edhe pse keni pasur debate, kanë qenë debate kalimtare, debate për të mirën e familjes dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Ujorët tani e tutje, ju duket mirësia që ata kanë bërë në fushën e punës tyre, duke pasur parasysh 3 vitet e fundit, kanë shumë shanse dhe shumë pozitivitet. Edhe pse në fund vitit, fillimi vitit ka qenë shumë i ngarkuar për juve të shenjës të ujorit, por jeni në dilemë nëse doni të qëndroni ose doni të bëni disa ndryshime, se merrni disa lajme vinë veshin tuaj përsa i përket ofertave të rëndësishme, ose diçka e papritur, se gjithmonë papritur ju vin juve, edhe pse jeni në një vend pune, edhe pse keni të bëni, domethënë me gjëra shumë të rëndësishme, por meqense intuita juaj është mjaft e zhvilluar dhe e dini shumë mirë që nëse mbyllet një derë, hapet një portë tjetër, është gati dhe nuk kuptoni kurrë dhe s'keni për ta kuptuar, ju jeni pa punë. Këtë a thotë Jorgo me firmë Vul Jorgo Pulla. Sepse nga 2023 deri dhe 2039, koha më perfekte që do kenë ujorët, ne kemi thënë, themi më të madhe.
dhe çështjet që kanë të bëjnë, mundësitë që ju jepen është koha juaj, sepse ndikimi i Mërkurit, i Neptunit dhe Plutonit që kanë të bëjnë, gjithmonë u jep mundësi për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve në çështjet e dashurisë, duke se me binjak është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit kanë dy mundësi të arta. E para është puna dhe disa para nga i çështje gjyqësore e fitojnë. Dhe ky është një gëzim shumë i madh dhe shumë pozitiv në çështjet që kanë bënë në lidhje me ndryshimet e tjera që do të vinë në anën tuaj dhe është momenti dhe koha, periudha ku perceptoni gjëra të mëdha. Në çështjet që lidhen me anën ekonomike, me financat, me biznesin, është aja dhe zheja. Ka diçka shumë të madhe në fushën tuaj. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me luantë dhe diçit parë, me dashtë dhe diçit tretë, është perfektja. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht ditës së sotme, ditës e martë, data 10 mars 2026. Rishikojmë nesër me parashkimet në vazhdim. Nga Unë Europula, gjithë mirë.